Miqtë mi qmuar, përshëndetje. Sot është data 2 qershor 2025 dhe si çdo të hënë unë i lutem Perëndis për ju dhe familjar tuaj. Ndaj qëndro me mua për pak momente, një lutje të shkurt do bëj, po përpara se të lutem të lexoj një varg nga Bibla. Fjala e Perëndis tek Psalmi 34 vargu 4 thot: Unë i kërkova Zotit dhe ai më përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerrat e mia. Le të lutemi së bashku. Zot Jezus, personin që ka ndaluar, unë e sjell përpara fronit tënd dhe në emrin tënd të shenjtë, o Krisht i dashur, unë shpallqim mbi çdo nevojë që ai ka. Ti do sjellësh mrekulli më shumë se ai mendon dhe imagjinon. Krisht i dashur, të falenderoj që kjo javë do jetë një javë ku ti do shoqërosh bashkë me mburojen, me begatin tënde dhe me mrekullitë tua çdo ditë atë dhe familjarët e tij. Zot, unë e di dhe besoj se ti ke shkatruar shumë kurthe që djalli i ka ngritur pa e ditur që ne e jemi duke ecur drejt tyre. Por ti, Zoti Jezus, i ke shkatruar ato dhe unë t'jam mirënjohës, unë të falenderoj Krisht që ke shkatruar kurthet, planet që djalli ka patur bashkë me demonet e tij. Por Zot, për çdo nevojë që ai ka tashmë dhe e din, unë lutem dhe shpall mrekullinë tënde, Jezus i dashur, nëse është i smur, unë shpall shërim mbi trupin e ti, e të familjarëve ti. Zot, unë nuk dua të di cila është smundja, sepse di se kush je ti që ke shkatruar dhe ke mundur çdo sëmundje. Në emër të Jezus Krishtit unë lutem. Amen, amen, amen. Haleluja. Lavdi Zotit Jezus. Nëse kjo video ishte bekim për ty, të lutem shpërndaje që edhe dikush tjetër të bekohet, e deri në lutjen tjetër apo videon tjetër, unë të them paqja e Zotit qoftë me ty. Miropafshim.